Kjo mask me vezë I ka lënë të gjitha femrat pa fjalë, ja si ta përgatisni. Maska për flokë të thata që do t'ju duhet është një vezë, një lugë çaji vaj ulliri, 2 lugë gjelle majonezë. E rrihni vezën derisa të unifikohet mirë dhe më pas shtoni vajin e ullirit dhe majonezën dhe I përzieni mirë që të gjithë përbërësit. Aplikojeni përzierjen në flokët tuaj dhe lëreni të veprojë për 20 deri në 30 minuta. Maska për flokë të dobta dhe të brishta ju duhet një vezë, një lugë gjelle vaj ulliri dhe 2 lugë gjelle me mjaltë. Rriheni vezën dhe më pas shtoni edhe përbërësit e tjerë derisa të gjithë përbërësit të jenë përzier mirë me njëri tjetrin. Aplikojeni më pas në kokë duke bërë masazh dhe lëreni që të qëndrojë për 30 minuta dhe më pas lani flokët tuaj me ndonjë shampo të butë si zakonisht.